Sot rrugët e Maqedonisë së Veriut hynë në një epokë të re të kontrollit digital. Kamerat inteligjente të prodhuesit italian, të cilët janë vendosur në akset kryesore dhe autostradat, kanë nisur zyrtarisht punën për monitorimin e shpejtësisë dhe identifikimin e shkelësve. Për të gjithë shoferët që mendojnë se mund t'i shpëtojnë ndëshkimit duke frenuar në momentin e fundit, do të japë sot disa detaje teknike që ju duhet t'i dini. Distanca e kapjes, shpejtësia mate që në 50 metra distancë. Teknologjia e këtyre kamerave funksionon në dy faza të repta. Në fazën e parë, matja e hershme, 50 deri në 30 metra, radari integruar i kamerës ju identifikon dhe fillon llogaritjen e shpejtësisë tuaj sa po i afroheni rrezës prej 50 metrash. Pra, nëse ju e shihni kamerën me sy të lirë, ajo tashmë e ka matur shpejtësinë tuaj. Dhe faza e dytë, shkrepja e fotos nga 25 metra, momenti i regjistrimit të targës ndodh fiks në distancën prej 20 deri në 30 metra nga shtylla. Kjo është pika ku është fokusi më i fortë dhe fotoja shërben si profe pa kontestueshme për gjobën. Gjoba pa dritë dhe pa paralemri. Ndryshe nga pajisjet e vjetra, këto kamera nuk lëshojnë dritë flash të dukshme. Ata përdorin rreze infra të kuqe, që do të thotë se ju mund të jeni duke u fotografuar në mes të natës pa parë asnjë sinjal. Sistemi punon 24 orë në ditë, pavarësisht kushteve atmosferike, shiut apo edhe mjegullës. Monitorimi 3 kursive njëkohësisht. Pajisjet e reja në Maqedoninë e Veriut nuk monitorojnë vetëm një makinë. Një kamerë vetme mund të skanojë deri në 3 kursi njëkohësisht. Kjo do të thotë se edhe nëse jeni duke bërë parakalim apo lëvizni në kursinë e mesit, radari ju kap me saktësi deri në shpejtësinë 250 km/h. Përveç shpejtësisë, sistemi i lidhur me Ministrinë e Punëve të Brendshme do të verifikojë automatikisht nëse mjeti është i regjistruar, i siguruar ose nëse targa është në listën e mjeteve të kërkuara. Sipas ligjit, gjobat për tejkalim të shpejtësisë janë: deri në 20 km/h mbi kufirin 20 euro, nga 20 deri në 30 km/h 45 euro, nga 30 deri në 50 km/h 300 euro dhe marrja e patent shoferit nga 3 deri në 12 muaj, mbi 50 km/h 400 euro dhe marrja e patent shoferit për të paktën 1 vit. Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, informoi se është miratuar një rregullore e re me të cilën është rritur pragu i tolerancës për shpejtësinë e drejtimit të automjeteve, respektivisht tolerancë prej 6 km/h për shpejtësinë deri në 100 km/h dhe 8 km/h mbi 100 km/h. Me ndryshimet e reja të rregullores, e cila hyre në fuqi dje, për shpejtësinë deri në 50 km/h mbetet tolerancë prej 6 km/h. Kjo do të thotë se në zonat ku kufiri është 30 km/h, kamerat nuk do të regjistrojnë shkelje deri në 36 km/h, ndërsa do të regjistrojë nga 37 km/h. Për hajër na qoftë Safe City.